Shoqata kulturore Vizioni Jemi organizon shkollën rinore ballkanike. Ky është një projekt që synon të trajnojë dhe të vetëdijsojë të rinj të talentuar për të kontribuar në zhvillimin intelektual dhe shpirtëror, që këto aftësi në të ardhmen t'ju shërbejnë në orientimet e tyre profesionale, si dhe në karrierën e punës së tyre. Projekti realizohet nga Presidenca e Diasporës Turke dhe komuniteteve mike të Republikës së Turqisë në bashkëpunim me shoqata rajonale. Gjithashtu në projektin Shkolla Rinore Ballkanike, bashkëorganizatori është edhe shoqata kulturore Vizioni Jem, e cila për këtë vit do të zbatoj projektin me emrin Antidhuna, ku përgjatë disa muajve do të organizohen ligjërata, seanca debative, seminare, punëtori, tribuna dhe kampanja ndërgjegjësuese. Të drejtë aplikimi kanë kandidatë të moshës nga 16 deri 25 vjeç, nga të gjitha qytetet e Maqedonisë së Veriut. Projekti fillon më 12 prill. Mos e humb këtë mundësi unike për të mësuar, debatuar dhe zhvilluar veten. Është thirrja që ju bëhet të rinjëve.